3 orë protest Molotov drejt kryeministrisë, policia shpërndan demonstratët me gaz plotësjedhës dhe ujë në Tiranë, reagon Berisha. Protesta e opozitës bashkuar para kryeministrisë, e cili nisi dje në orën 17:30 e zgjati rreth 3 orë. Fillimisht ubimi nisi i qetë e me fjalimet e disa deputetëve të Partisë Demokratike dhe të kreut PD Sali Berisha. Në përfundim të fjalimit të kryedemokratit, një grup protestues i shodhën bomba molotov drejt godinës qeveritare, ndërsa policia ndërhyri duke përdorur ujë gazoplotësies për shpërndar turmën. Pas tensioneve para kryeministrisë, protestuesit u zhvendosën drejt parlamentit, ku edhe aty për më shumë se një orë pati tensione dhe përplasje mes policisë dhe militantëve demokratë. Si para kryeministrisë e para parlamentit, zona u rrethua se sken krimi ku ekspertët e kriminalistikës mbledhën prova. Nga demokratët u raportua se qytetarë dhe protestues u shoqëruan nga policia në mënyrë të padrejtë, ndërsa nga policia u raportua se disa efektiv mbetën të lënduar. Përplasje të ashpra ndodhen para godinës kuvendit mes protestuesve, deputetëve të PD-s dhe policisë. Gjatë protestës, policisë i erdhën në ndihmë dhe autobotët që tentuan shpërndanin me ujë qytetarë. Deputetët e PD-s ndërhyn menjëherë për të mos lejuar autobotin të lëvizte, duke sjellë përplasje të tjera me policinë. Pas përfundimit të protestës së opozitës përballë kryeministrisë të kuvendit, lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha doli në deklaratë në Seli. Ai kërkoi komisariateve të lironin 25 protestuesit të arrestuar dhe ky tha është kilometri i fundit drejt fitores. Ai u shpreh se protesta e djeshme do të vazhdojë deri në rrëzimin e regjimit, pasi është në kilometrin e fundit. Ishte një revolt ndaj korrupsionit, ndaj vendës kryeministres Belinda Balluku, skandaleve të akshit, krimit organizuar dhe aferave të qeverisë së Ramës. Ishte një revolt kundër korrupsionit, Ballukut dhe akshit të Ramës dhe suitës së tij kundër narkoshtetit. Përpjekjet monstruoze në panik për të mbuluar krimet monstruoze të Ramës, Ballukut, Agasit, Linda Ramës, Linda e Akshit dhe Surrelit e tjera dënoi keqtrajtimin që u bë qytetarëve dhe terrorin e policisë. Ilir Proda mashtoi publikisht, tha se ka pasur 12 policë plagosur e paremëroi Ramën direkt se do mbaj përgjegjësi për dhunën ndaj protestuesve. Berisha mbrojti protestuesit për hedhjen e sendeve ndaj kuvendit dhe kryeministrisë dhe tha se protestat do të vinë dhe do të forcohen më tej. Ai shtoi se ky është kilometri i fundit para finishit.